takoj. Lutem sot edhe një herë dua të të përqafoj. Ti them se nuk e kam haru, ti them se ende e du, dhe më shumë e du. Blerona Buculli është një artiste për të cilën këndimi nuk është vetëm profesion, por pasion i lindur. Zemra saj rreh në tinguj muzikur dhe çdo interpretim buron nga dashuria e sinqertë për artin. Që nga hapat e parë në muzikë, ka vendosur t'i përkushtohet me gjithë zemër rrugëtimit të saj artistik. Që në fëmijëri talenti saj vokal rritej bashkë me ëndrat e mëdha. Qysh fëmijë e kom pas në qef muzikën. Qysh fëmijë kom këndu, kom interpretu këngë që kanë këndu këngëtar të ndryshëm, vazhdimisht kur i kom dëgju këngët e jam mundu me interpretu një ashtu qysh kanë interpretu këngëtar të mëdhenj që janë ndryshëm të muzikave të ndryshme. Si fëmijë kështu, vazhdimisht e kom këndu këngën e Suni Mala i të dua ty, për shkak që i kom pas zonin e saj, kom pëlqy goxha shumë, po mandej kom pëlqy lloj këngëtari, po Suni Mala i kom kënu kështu si të parën prej këngëtarëve, mandej Dafina Zeqirin e pëlqej shumë si këngëtare si është. Po dhe ka ana popullore është Sabri Fejzullahu, Shyreti Beluli, e shumë tjerë që i kom dëgju dhe i mundu me interpretu sikur ata. Muzika popullore i flet drejt për drejt zemrës së Bleronës. Zhanrin që kom gjetë tani për momentin që jam të interpretu është zhanri popullor. Mendoj që është ma atraktive, ma e këndshme, t'jep një lloj adrenaline për me këndu edhe me arktu njerëzit në përgjithësi me muzikën që ti interpreton. Fillimet nuk qenë të lehta, por dashuria dhe përkrahja familjare i dhan forcë të vazhdoj. Si fillestare ka qenë pak e vështirë, por tani për tani jo dhe aq, për shkak që kam pas përkrajen familjare prej burrit, prej vjerit babit, prej vjerës nanit, të cilët vazhdimisht janë mundu me motivu sa i përket profesionit edhe muzikës në përgjithësi. Por ka ana e mahershme po flas, nuk është që kam pas goxha përkraje që duhet me pas sa i përket këtij profesioni, se në këtë profesion duhesh me pas përkraje, motiv edhe anën e financiare, po ashtu që këto gjona nuk i kom pas më herët si më e re, kur kom startu me shkollimin e shkollës muzikës, po tani që kam këtë përkraje prej momentit që jam bo me Bleronin burrin, dhe familjen e tij e kam ndryshe zhvillimin sa i përket profesionit tam. Përveç se këngëtare, Blerona Buculli është profesoreshe muzikës në Gjilan. Është diçka që t'jep, sidomos kur të shohin nxënësat, është diçka që t'jep një farë kënaqësie ndryshe. Në momente kur të thrasin dhe të thojnë nxënësat mësu se sa bukur ke këndu, sa bukur po interpreton, ose sa bukur po shtjellën diçka sa i përket muzikës, është diçka që të plotëson në ata që i ke dashur gjithmonë. Në momente kur hyj në shkollë, secili nxënës erdh mësuesja e muzikës, jemi me shumë kënaqësi dhe me shumë motive presim muzikën kur të kemi lëndë muzikore, ose ndonjë pjesë këndimit koral kur interpretoj me nxënësa, mendoj se presin ato që me realizu me këndu zbashku gjithë. Muzika rap është ajo që tërheq më shumë vëmendjen e nxënësve. Ka raste që i kum pyet nxënësat vazhdimisht edhe i kum thonë çka e pëlqen prej muzikës ose çka mendoni që jep muzika. Vazhdimisht më kanë treguar që është emocion, është ndjenjë vete, më shumë kanë reflektuar, sidomos djemt, kanë reflektuar ka ana e repit, që i dëgjojnë sidomos tash ku rinia e sotit më shumë po dëgjojnë repin djemt zakonisht, po vajzat anën e balada, anën e muzikës hip-hop, vazhdimisht këtë muzikë më shumë ma kam përmend që na pëlqen më shumë.
Jo muzikën, se lloj muzike kemi muzike klasike, muzikë jazz, popullore, hip-hop, e shumë zhanre të ndryshme, po ma shumë i kanë cekë çdo pjesë që i kanë dashur ma shumë si nxënësa. Ajo tregon se sa sfiduese është të mbash autenticitetin në një industri kaq komplekse si kjo. Varet çfarë personi je dhe çfarë karakteri ki, ajo luan rol shumë sa i përket muzikës. Për tani po jem bo shumë muzikantë ndryshëm, po dikush nuk ka shembull talent ose nuk ka shkollë ose diçka tjetër, po vetëm thjesht hobit që pëlqen muzikën edhe vazhdon në pjesë. Po në moment që po flas karakterin edhe si person që je i vendosur për çatë pjesë, s'kemi pas problem për tutje me vazhdu. Blerona ka sjell një projekt të veçantë, një potpuri muzikore titulluar Dashnia, e cila po ashtu paralajmëron projektin e radhës. Deri tani sa kom pa prej publikut, po dhe prej familjarëve dhe prej shoqënisë, kom marrë komente të mira. Kom marrë goxha komente të mira që bravo, vazhdo mos u ndal, ke pas gjithmonë ëndër sidomos shoqënia dhe familja, non stop më kanë shtyt, mos u ndal asnjëherë se je bashkë në profesionin që gjithmonë ke dashur. Tani tutje jam tu punu për një pjesë, për një këngë që është më shumë patriotike, lirike, po anon edhe ka pjesa e anës moderne, ku saktësisht flet më shumë për Gjilanin. Për këtë rrugtim të bukur, ajo shpreh mirënjohje të veçantë për ata që i dhanë mundësinë të realizojë ëndrrën e saj. Pjesa që kom realizu këtë ëndër që kom pas, e falenderona familjes tame tani, burrit, vjerrit, babit, nanit, po ashtu dhe kunotave, cilat vazhdimisht të motivojnë kana e moralit si motrat që i kam. E i tham faleminderit për këtë ëndër që e kam pas qysh fëmijë që ma kene realizu tashtë. Falenderoj dy kolektivet që i kam tani shkollën Bajram Curi Shurdhan, si dhe shkollën Fetaqërimi në Vërbic, Çrgovcit, po ashtu dhe produksionin Shpejta Sënd, i cili ka mbështet sa i përket tregtimit dhe që kemi me pas bashkëpunime tutje së bashku. Për të rinj që dëshirojnë të hyjnë në industrinë muzikore, ajo ka një mesazh të rëndësishëm. Mesazhi sa i përket të rejave, jeni vetvetja e para, e dyta është që mos u ndalni asnjëherë duke punu, se gjithmonë tu punu, gjithmonë kemi arrit diçka në ardhmen. Po, thash edhe ma herët, nëse ki durim për lidhje prapë me ata që thash, çdo errësire ka një dritë në fund, kështu që gjithmonë vazhdo puno, mos u ndal se dikur gjithmonë dal një dritë dhe ta përmbush ata që e ke dashur. E kështu që treja i tham edhe për anën e jetës, kujdesuni mirë se çka po zgjidhni, se çfarë persona po merrni në jetë, se çfarë familje po doni me realizu në të ardhmen, edhe shikoni me plot vetbesim edhe shikoni mirë me këm po doni me pas punë në jetën e juaj. Ky maraku i shkret, nuk ma la zemrën e qet, dashurin që kam për ty nuk e ndro